Si puna e borxhit për shembull. Edhe kur merr borxh, do të kesh mendimin pozitiv. Profeti alayhi salatu wasalam na ka mësuar, kur ti e merr borxhin, e merr borxhin me niyetin, me qëllimin që unë do ta laj këtë borxh. Nuk e kam marr borxhin mos me ja kthy njeriut. Nuk kam marr borxhin mos me ja kthy njeriut. Se vetë fjala borxh është borxh. E ke patjetër me e kthy. Dhe mirë ato njerëz të cilët e neglizhon kthimin e borxhit. Ka shumë borxhe, një prej llojeve të borxhit është paren kur e merr ti. Ja merr dikujt. E merr dikujt dhe i thu, do ta kthej. Ri rahat, bën be, 500.000 beja i bën. Dhe kur vjen koha me e kthy, nuk e kthen se s'do me e kthy.